Të ndalemi pak edhe te gratë shtatzëna që prikën edhe nga hipertensioni. Sa është i rrezikshëm hipertensioni tek ato gra? Faktikisht, kur flasim për hipertensionin, janë disa grupe, jo vetëm gratë shtatzëna, po flas për tipet edhe format, pastaj ndalim edhe tek shtatzënat, sepse është një kronologji që lidhet dhe ka ndërlidhje. Kur flasim për format e hipertensionit, e kemi formën e lehtë, mesatare, serioze, që vetëm nga lloji si po i përmendi tregon edhe për seriozitetin në cilin mundet me qenë. Pastaj kemi gratë në menopauzë, që mundet me pas edhe me përjetu hipertensionin, moshat e vjetra, moshat e shtyera, që zakonisht është si natyrë patologjike përcjellse për to, i kemi fëmijët me hipertension arterial dhe në këtë rast gratë shtatzëna. Po ndalemi të këtë rast të gratë shtatzëna. Vajzat e reja të cilat ndonjëherë nuk kanë pasur probleme me hipertension, mund ta përjetojnë një gjatë të tillë, një hipertension në shtatzani, mirë po nuk duhet alarmuar. Pse po them këtë gjë? Momentin kur diagnostifikohet një grua me hipertension gjatë shtatzanis, duhet që t'i kryej kontrollat e rregullta tek ginekologu, mirë po të ketë një afrimitet në këtë rast kontrollat e rregullta edhe tek mjeku i përgjithshëm, sepse monitorimi, dieta, dalja në natyrë, rregullimi i stilit jetës i minimizon ato pasoja që mundën me qenë në kuadër të hipertensionit gjatë shtatzanis. Dhe matja e rregullt e tensionit nikosisht na ndikon që edhe pacientja mund të mirë, mi parandalu të gjitha efektet anësore, po nikosisht edhe me pas një mirëqenie dhe një shtatzani më të lehtë. Ne si mjek, po flas tash për efektet anësore, pa dashur që mi friksu shtatzonat të cilat janë me hipertension, mundet me pas ndryshime qoftë me ndiku tek fetusin këtë rast që janë duke e bartë, mirë po edhe te vetë nëna, ajo të cilën ne i friksohemi, po them kushtimisht, është eklampsia dhe preeklampsia, dy gjendje mjaft serioze, të cilat mundën me rreziku si jetën e nënës, ashtu edhe jetën e fëmijës. Mirë po unë thash, meqense se janë masat parandaluese, ekzistojnë barna trajtimi që vendosen gratë varësisht prej gjendjes edhe nivelit të hipertensionit, pra nëse është i lehtë, mesatar apo edhe serioz, vendosen barnat adekuate dhe me menaxhim mundet mu largu rreziku si për nënën ashtu edhe për fetusin.